E mitura që u dhunua seksualisht disa herë në periudha të ndryshme kohore, po përballet edhe një herë në gjykatore me 8 të akuzuarit për dhunimin e saj gjatë vitit 2022. Gjykata e Apelit e ka kthyer në rigjykim rastin ku është i akuzuar grupi i dytë prej 8 personave të moshës madhore, 6 prej të cilëve ishin shpallur fajtor nga gjykata themelore në Prishtinë e 2 persona të tjerë u liruan nga akuzat. Apeli këtë vendim e mori me që konstatoi se shkalla e parë nuk ka arritur të arsyetoj mjaftueshëm vendimin dënues ndaj tyre. Si rezultati i shkeljeve esenciale nuk është vërtetuar dhe në mënyrë të plotë gjendja faktike për arsye se gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë arsyet bindëse për shpalljen e të akuzuarve fajtor dhe dënimin e tyre, njëkohësisht mungojnë arsyet për faktet vendimtare, ndërsa ato arsye që janë dhënë janë të mangëta dhe nuk janë në pajtueshmëri të plotë me provat që gjenden në shkresët e tjera të lëndës. Tutje në këtë vendim të cilën e ka siguruar televizioni Apeli ka gjetur se gjykata e shkallës së parë nuk është lëshuar në vlerësimin e deklaratave të prindërve të viktimës, të cilat kanë pasur kundërthënie. Kolegji gjen se këto dëshmi kanë kontradikta të mëdha sa i përket fakteve vendimtare e që është koha e kryerjes së veprës penale, nga se në ditën kritike, respektivisht me datën 21/6/2022, nuk dihet kur e dëmtuara ka dalë nga shtëpia, kur është kthyer nga shkolla në shtëpi, nëse mitura ka qenë atë ditë në shkollë e kur më pas përsëri kishte dalë nga shtëpia, andaj gjykata e shkallës së parë fare nuk është lëshuar në sqarimin e këtyre mospërputhjeve të dëshmive për të nxjerrë konkludime të qarta dhe se e lë të paqartë vlerësimin lidhur me besueshmërinë e dëshmive të përfaqësuesve ligjor të miturës. Gjykata themelore në Prishtinë në prill të vitit të kaluar shpalli aktgjykim dënues ndaj 6 të pandehurve, të cilët i dënoi megjithëse 62 vjet burgim për dhunimin e të miturës që në vitin 2022 ishte 11 vjeçare. Por teksa ky rast ende nuk ka marrë epilog përfundimtar, pas më shumë se 2 vitesh e njëjta viktimë është përballur sërish me të njëjtin krim. Ajo dyshohet se është dhunuar sërish nga 7 persona të tjerë që janë në masën e paraburgimit. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, institucionet duhet të kujdesen për viktimën që të mos riviktimizohet sërish. Rigjykimi e të zgjat një proces të caktuar dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të bëhen përpjekje maksimale që rastet të kthehen në rigjykim sa më pak. Në rastin konkret do të thotë gjatë rigjykimit duhet që gjykata të ketë parasysh interesin e të miturës në atë mënyrë që e njëjta gjatë procesit mos të përjetoj një viktimizim të dytë. Do të thotë vetëm në rastet kur është e domosdoshme duhet të merret deklarata e saj. Përfundimtare ende nuk e ka marrë as rasti i parë që janë akuzuar e dënuar për dhunimin e së miturës në 2022. Vendimi i Apelit për uljen e dënimit të pandehurit e rë nga 14 vjet në 10 vite, si dhe ulja e dënimit të 3 personave të tjerë nga 7 në 5 vjet, tashmë është dërguar në Gjykatën Supreme.